Po flas për 4 projekte më rëndësi të madhe për qarkun e Shkodrës dhe për gjithë veriun. Milot Balltren, hyrjen e Shkodrës me gjithë ujërin e Baçallekut, si dhe rrugën e Dugaxhinit. Po flasim për projekte që ndikojnë drejt për drejt në jetën e 10 mijëra qytetarëve dhe zhvillimin ekonomik të gjithë veriut të vendit. Për këtë arsye, që nga muaji janar jam drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës me kërkesa zyrtare për informacion dhe nuk kam marrë përgjigje brenda fateve ligjore dhe jam detyruar të drejtohem Komisionit për të drejtën e informimit. Të nderuar kolegë, problemi nuk është se ministria i përgjigjet apo jo një deputeti. Problemi është se qytetarët kanë të drejtë të dinë se çfarë po ndodh me projekte që prej vitesh premtohen, njoftohen, inaugurohen letër dhe vazhdojnë të mos përfundojnë. Duhet flas për 4 projekte konkrete. Duhet të dim ku janë këto projekte dhe kur do përfundojnë. Hyrja e qytetit të Shkodrës është një projekt i autoritetit rrugor shqiptar. Është një nyje shumë e rëndësishme për hyrjen e qytetit, siç e theksoni, qyteti i Shkodrës është një nyje strategjike në veri pasi ndërlidh 2 pikat kufitare të malit të Zi me pjesët e tjera të Shqipërisë, por dhe jo vetëm. Për sa i përket projektit, dua të theksoj që kontrata është lidhur në 23 dhjetor të vitit 2024 dhe ka patur afat punimesh 18 muaj. Dhe afati i përfundimit të saj është 23 qershor 2026, pra jemi tërësisht në përputhje të kushteve të kontratës. Patjetër, si çdo rrugë, do kohën e vet për të bërë, në kontratë ka 18 muaj për ta zhvilluar. Siç besoj edhe ju e keni parë, tani rruga është e shtruar në pjesën kryesore të saj, përveç një rrethrotullimi, i cili u konsideroi i nevojshëm për komunikimin e banorëve dhe bizneseve në të dy anët e rrugës. Nëse do me pyesnit mua, edhe unë patjetër jam i pakënaqur që shtohet një rrethotullim shtesë, pasi humbet lëvizshmëria, por në fund të ditës projektet rrugore kanë të bëjnë jo vetëm me çarkullimin e lirë të njerëzve, por edhe me ndërlidhjen e banorëve. Ju e dini shumë mirë që ajo pjesë e Baçallekut aty është pjesë e populluar me banesa, por dhe me biznese, dhe si e tillë është krejtësisht e kuptueshëm fakti që ato banorë dhe ato biznese kërkojnë ndërlidhje me rrugën. Dhe në këtë kuptim është vlerësuar e arsyeshme, siç e thash, pas propozimeve të banorëve, bizneseve dhe Bashkisë Shkodër që të shtohet ai rrethotullim. Kur do përfundimisht ky segment që sot përbën problem serioz, siç e thoni, për qytetarët dhe për bizneset e Shkodrës. Siç e referova, do përfundoj brenda afatit. Pra afati i kontratës është në data 23 qershor dhe patjetër brenda datës 23 qershor do jetë i përfunduar. Pavarësisht faktit që, siç e thash, është që tani i tërësisht i aksesueshëm dhe që tani plotësisht i shtruar në të dyja segmentet dhe kursitë e secilës anë. Për sa i përket hyrjes dhe daljes, tani ai është projekti i miratuar dhe i propozuar. A do doja dhe unë ta kisha një projekt që të kishte ndoshta zgjerim më të madh, patjetër, por gjykoj dhe vlerësoj që edhe me përfundimin e urës së Baçallekut ka një lehtësi komunikimi dhe çarkullimi në të dyja krahet e rrugës. Ura e Baçallekut është pjesë e njëjtit segment. Besoj e keni shumë të qartë që aty është duke u punuar dhe deklarimi është që brenda muajit nëntor ose dhjetor të vitit 2026 dhe ura e dytë e Baçallekut është e përfunduar. Për sa i përket rrugës Dugaxhinit, nuk është një projekt i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë apo Autoritetit Rrugor Shqiptar. Megjithatë, për efekt të seriozitetit të interpelancës, jam interesuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe ato punimet që kanë qenë të parashikuara për këtë rrugë janë përfunduar dhe kolauduar gjatë vitit 2025 në përputhje me afatet kontraktuale. Konkretisht, projekti është realizuar dhe kolauduar në 2 segmente. Prej Kalkir me gjatësi 17 km dhe Kir Lotej ndërlyse me gjatësi 30.3 km. Punimet e realizuara kanë konsistuar në zgjerimin e trupit ekzistues të rrugës ose hapjen e xhurmëve të reja të rrugës, mbushjen e trupit të rrugës me material të granuluar, ndërtimin e strukturave prej betonit të armuar, tombinove e tjerë, si dhe vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe elementeve mbrojtës rrugor, guardrail. Milot Balltreni është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian. Projekti Milot Balltren është në garë koncesioni, parashikon ndërtimin e 17 kilometrave kategori A dhe parashikon dhe ndërtimin e rrugës alternative C pa pagesë për gjithë banorët që duan të kalojnë në rrugët alternative. Projekti i koncesionimit
është në fazën përmbyllëse të tij. Vëmendja e qeverisë është maksimale, jo më larg se para 2 javëve, 3 javësh këtu, miratuan projektin Porta e Alpeve, që është një projekt i dedikuar për qargun e Shkodrës dhe për Lezhën në një nivel rreth 100 milion euro, ku parashikohen ndërhyrje infrastrukturore dhe ndërhyrje në qytetet kryesore të, le themi, të qarkut dhe ndërlidhjen me ndërmjet Alpeve dhe pjesës së, le themi, Adriatikut dhe Bregdetit të Velipojës dhe Shëngjinit.